Afër meje është tashmë edhe kryetrajneri I skuadrës së PES. Coach, the second lose in a row, and from a team from the second part of the standings. What's wrong with PEA right now? Well, we're just in a little funk, no doubt about it. We're not to make any excuses, but got some guys just not at their own level right now, and it's my responsibility to get us back on track. But hats off tonight to Rajovic. Rugova shooting 16% from three. He had a big night tonight. We've got to be on the same page more. And it's going to take a lot of fight, a lot of determination, but we just need to clear our minds right now and get back to just the basics. Coach, we've seen that right now one of your domestic players left. Malcolm Armstead is not part of the team, and it's a missing domestic player means a lot. What will PEA do about it? Are you looking for another player right now? Well, let's see. I mean, we're always investigating, see what's available out there, but that's not solely my responsibility. I'm just trying to get the guys that we have on the floor to play to their potential right now. So, we can only control what we can control, and if it happens that we land somebody later on, then we'll do it. But right now, we need to figure out with the guys that we have what's going on. Yeah, next game, another difficult game it will be. It's Pristina. What we can expect from the game? Well, they're all tough right now. As you can see, the teams that were so-called bottom have really picked it up right now. Pristina's a team that's a very good basketball team. Yes, we had a good win over there earlier this year, but we know what we're going to get. And we first of all got to match the intensity and then play a lot smarter basketball. We're just not very smart right now. Thank you, Coach, very much, and good luck in next games. Thank you. Thank you. Ishte me trajnerin Greg Gibson, tha që sonte nuk ishte një natë shumë e mirë për skuadrën e tij, nuk po kaloi një momentum të mirë në përgjithësi dhe lojtarët e tij nuk janë më të mirën, por tha që duhet ta përgëzoj skuadrën e Rahovecit 0-29, me të vërtetë kanë luajtur një lojë shumë të mirë sonte, ku patën 60% saktësi nga tentimet për 3 dhe është momentumi definitivisht I tyre. Gjithashtu e pyeta nëse do të ketë skuadra e PES ndonjë ardhje të re pas largimit të Armstead, tha që aktualisht duhet të shikojmë se çka mund të bëjmë me këta që I kemi, pasi që nuk është në dorën tonë, por në vazhdim do të mundohemi që të bëjmë zëvendësime, ndërsa e pyeta edhe për ndeshjen me Prishtinën, tha që do të jetë një ndeshje e vështirë, do të mundohemi të japim maksimumin dhe të kthehemi në ritmin tonë. Do ta kemi tani edhe kryetrajnerin e skuadrës së Rahovecit 0-29, Bujar Locin. Mirëmbrëma trajner, urime për fitoren. Po e kaloni goxha një moment të mirë, pavarësisht e patët atë humbje në çastin e fundit me Prishtinën, por u rikthyet me një fitore të madhe tashmë ndaj PES. Plotësisht pajtona me ju, ajo humbje kundër Sigalit ka qenë e rëndë. Mirë po këta djemë e kanë mbledhur edhe mendjen, edhe fuqinë, edhe energjinë, edhe sonte kanë jepë çdo gjë për vete që të nxjerrin epilog pozitiv për kësaj ndeshje. Trajner, në përgjithësi, e tha dhe trajneri Gibson ju përgëzoi realisht për paraqitjen, 60% saksi patet për treshe, shumë të motivuar duken edhe djemt në këto ndeshje të fundit. Po kur lun kundër një ekipe si që është PEA dhe kur lun kundër një ekipe cila e ka lojtarin më të mirë në historitë shqiptare, Derdan Berishën, atëherë ne veç me 3 pojena kena mujtë me fitu këtë lojë. Që të konë caki, sonte saksia ka qenë në nivel dhe për atë arsye dhe kemi na fitu. Trajner, ju pret tashmë një ndeshje tjetër mund të theme vështirë, kundër skuadrës vllazënimit. Jeni skuadra të cilat po shfaqni ndeshje të mira, jeni në pjesën e dytë të tabelës dhe po luftoni të ikni asaj zone. Çka mund të presim nga ajo ndeshje? Dihet se 4 shembull, gjithmonë 4 shembull në basketbollin kosovar, kurse ne ekipet të cilat nuk jemi në atë 4 të malla, atër duhet të japim çdo gjë për vete të ikim për zone së rrezikshme. Deri tash kemi arritur, por s'do të thotë pranverë të gjitha ekipat do të përforcohen dhe ka më qenë vështirë e më vështirë. Faleminderit shumë trajner, ju uroj sukses në vazhdim. Atëherë, të nderuar shikues, kaq edhe nga kjo ndeshje, unë juftoj të vazhdoni të qëndroni me programin e pasur sportiv të ardhmë ushën nga Ulpiana, natën e mirë.